Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin ton Rrëfi me jete për të ndarë letrën e radhës. Një letër që në fakt mua më ka emocionuar pafund, më ka përlotur pafund dhe është kjo shpresa e fundit që kjo nën e ka duke ia drejtuar këtë letër nuses së saj, do të thënë nuses të djalit. Ndoshta kemi dëgjuar letra të tipit që vjerat kanë qenë pak të mërzitura, ndoshta edhe janë shprehur në një tonalitet pak të ashpër me nuset, po kjo letër që do të dëgjoni nuk ka të bëjë me atë. Bi, po ta shkruaj këtë letër jo me zemërim, por me dhimbje. Ka menduar gjatë nëse duhet t'i hedh në letër këto fjalë apo t'i mbaj brenda vetes deri në fund të jetës time. Por vitet po kalojnë, flokët po më zbardhen dhe zemra po më rëndohet çdo ditë e më shumë. Ndoshta ti nuk e di kush kam qenë unë para se të bëhesha vjera jote. Për ty jam vetëm nëna e burrit tënd. Por para se ti isha kjo, isha një vajzë e re që ëndëronte, një grua që luftonte me jetën dhe një nën që sakrifikoi gjithçka për fëmijët e saj. Kur linda djalin tim, mjekët më thanë se nuk do të mund të bëja më fëmijë. Ai ishte gjithçka që kisha. Për të punova ditë edhe natë. Kam larë shtëpi të huaja, kam mbledhur ullinj, kam punuar në ara dhe kam kaluar net pa gjumë që ai të mos e ndjente mungesën e asgjëje. Kur ai ishte i vogël dhe sëmurej, unë rija zgjuar pranë krevatit të tij. Kur nuk kisha bukën për vete, i alija atij copën e fundit të mbirit. Kur dëshironte një palë këpucë të reja, unë vishja të njëjtat këpucë të vjetra edhe një vit tjetër. Ai ishte krenaria ime dhe kur u rit, erdhe ti në jetën e tij. Ditën që të solli në shtëpi, zemra më rihte fort. Mendova se Zoti më kishte sjell një vajzë, sepse unë vajzën nuk pata kurrë. Mendova se do të qeshnim bashk, do të pinim kafe bashk dhe një ditë do të më thërisnje, oj nën. Por në të vërtetë, gjërat nuk ndodhen ashtu. Që në fillim ndjeva një mur mes nesh. Kur flisja, ti nuk më dëgjoje. Kur të jepja një këshill, ti e merrje si një sulm. Kur përpiqja të afroheshe, ti largoheshe. Nuk haroj ditën kur erdha në shtëpinë tuaj me një tepsi byrek që e kisha bërë me duart e mia. Kisha kaluar gjithë mëngjesin duke e përgatitur. Ti e more pa më parë në sy dhe e vendose mbi tavolinë pa më thënë as faleminderit. Ndoshta për ty ishte një gjë e vogël. Për mua ishte një plagë. Plagët e zemrës në të vërtetë nuk duken. Ato grumbullohen një ditë pas tjetrës. Një fjalë pas tjetrës, një përbuzje pas tjetrës. Kam qarë shumë net në heshtje. Jo sepse më mungonin parat. Jo sepse isha e sëmur. Por sepse djali im po largohej nga unë çdo ditë. Fillova ta shihja më rrallë, telefonatat u bën më të shkurtra, vizitat pothuajse u zhdukën krejt. Sa herë telefonoja më thoshte se ishte i zënë. Por në rrjetet sociale e shihja duke shëtitur, duke qeshur dhe duke kaluar kohën me të tjerët.
Dhe unë e pyesja veten, çfarë kam bërë gabim? Mos valle kam dashur shumë, mos valle kam mbrojtur shumë, mos valle kam sakrifikuar aq shumë sa e bëra të haroj vlerën e asaj që kishte. Ti ndoshta mendon se një nën duhet të hesht, se një nën duhet të pranoj gjithçka, por edhe nënat në thelb lodhen, edhe nënat lëndohen, edhe nënat kanë zemër. Një ditë dëgjova diçka që ma theu shpirtin. Djali im më tha, duhet të na lajmërosh para se të vish. Fjalë normale për shumë njerëz, por jo për nënën. Sepse unë nuk hyja në atë shtëpi si e huaj. Aty jetonte gjaku im, aty jetojnë fëmia që kisha mbajtur në bark për 9 muaj. U ktheva në shtëpi dhe atë ditë qava si fëmijë. Më dukej sikur po humbisja djalin tim ndërsa ishte ende i gjallë. Nuk po ta shkruaj këtë letër për të të akuzuar në asnjë mënyrë. Ndoshta ti ke vuajtur, ndoshta edhe ti ke pasur frikën, ndoshta edhe ke menduar se unë do ta merrja djalin tim nga ti. Por një nën nuk konkuron me gruan e djalit. Dashuria e nënës dhe dashuria e bashkëshortes janë dy gjëra krejt të ndryshme. Unë nuk doja vendin tënd. Doja vetëm respekt, një telefonat, një buzëqeshje, një fjalë të mirë, asgjë më shumë. Sot jam plakur, ngjitem me vështirësi në shkallë, duart më dridhen kur mbaj filxhanin e kafes, ndonjëherë i pran dritares edhe pres të dëgjoj zërin e timbirit. Pres të hapet dera, pres të më kujtojnë, por ditët kalojnë. Javët kalojnë, muajt kalojnë dhe heshtja bëhet edhe më e rëndë. Një ditë unë nuk do t'jem më. Karigja ku ulem do të mbetet bosh. Fotografia ime do të mbulohet nga pluri. Dhe ndoshta atëherë do ta kuptoni se a e shkurtër është jeta. Ndoshta atëherë do të kujtoni se ishte një grua e moshuar që nuk kërkonte pasuri, nuk kërkonte dhurata dhe nuk kërkonte favore. Kërkonte vetëm pak dashuri, pak respekt, pak njerëzi. Bi, nëse dëgjon këtë letër, dua të dish se zemra ime nuk ka urrejtje për ti. Dhimbje po, mall po, lot po, por urrejtje jo. Sepse urrejtja nuk ndërton asgjë. Unë ende lutem për ju. Lutem që familja juaj të jetë e lumtur, lutem që fëmijët tuaj të mos ju trajtojnë një ditë ashtu siç më trajtuat ju mua. Dhe lutem që para se të jetë vonë, të kuptoni se respekti ndaj prindërve nuk është detyrim, është bekim. Nëse një ditë do të trokas në derën tuaj dhe flokët e mi të jenë krejt të bardhë, mos më shihni më si barë. Shihni gruan që sakrifikoi jetën për të rritur burrin që ti në fakt e ke pranë nusja ime.